Situata në pikën kufitare të Qafthanës vijon të mbetet problematike, sidomos për drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd, të cilët prej disa ditësh presin në radhë për të kaluar drejt Maqedonisë së Veriut. Kolona e gjatë e kamionëve ka sjell pritje që zgjasin deri në 2 apo 3 ditë, ndërsa lëvizja e mjeteve bëhet me ritme tepër të ngadalta. U bë kaq kohë që presim. Kemi këtu që të dielën dhe po presim. Koha është e ftohtë. Duhet të hapet rruga që të çojmë ngarkesën. Po na mbaron ushqimi. Sot me Sasho është vakti i fundit, se na mbaroi edhe buka edhe uji. Atë nuk e dim ne. Ne kemi problem të madh të na hapet rruga e të ikim sa më parë. Kemi rreth 1 javë që presim. Na vjen keq, por kemi familje. Unë kam një fëmijë 2 vjeç. Domethënë fiks u bën 4 ditë që po na mbaron ushqimi, uji. E mi sa di unë edhe një vakt kam e më pas do pi dhe kafen e fundit. Rrim shtrirë brenda në kamion, por edhe nafta po na mbaron. Duhet i ikim poshtë të marrim naftë. Të presësh në këto kushte është e vështirë. Nga këtu do të ikim në Durrës e me lejen e Zotit, dalim nga Shqipëria sa të hapet rruga. Shoferët shprehen se po përballen me mungesë ushqimi, ujë dhe kushtesh minimale për të përballuar qëndrimin e zgjatur në kabinat e kamionëve. Shumë prej tyre theksojnë se kanë familjar që i presin në shtëpi, ndërsa vonesat e njëpasnjëshme po ushtojnë stresin dhe pasigurinë për dorëzimin në kohë të mallrave. Në kushte të improvizuara, një prej kamionistëve turq është parë duke gatuar pranë mjetit të tij mes kamionëve të rreshtuar, në përpjekje për të siguruar një vakt të ngrohtë pas orëve të gjata të pritjes. Pamjet ilustrojnë qartë vështirësitë me të cilat po përballen drejtuesit e mjeteve të rënda, ndërsa situata në kufi mbetet e tensionuar dhe pa një zgjidhje të menjëhershme.